në pamundësi që ta shohim profesorin për probleme teknike. Ne jemi në një linje telefonike tani për të dëgjuar me të dhe për të na shpalosur detajet nga sezoni i si vjetëm në Mavrov. Mirëmëngjesi profesor dhe përshëndetje. Mirëmëngjesi, Aida, përshëndetje dhe juve dhe gjithë teleshqyqyesve dhe të juaj. Si na fillove ditën sot? Ke filluar me ushtrimet, me orët ose ende herët është? Ditën e fillova me probleme teknike, ndaj ju, gjithkoj palje, nuk është gabimim. Po, jemi për momentin të pregaditën, të kyqemi lartë, fillojmë ditën, si çdo ditë rëndom në qendrën e skimit. Kemi kushte tepër të mira, sot ditë me diell, është temperatura pak ftohtë, kushte ideale për skim, gjithçka shkon në rregull dhe pregaditemi për një ditë breslënse. Si e shihni Mavrovën si vjet me syrin tuaj? Aida, si zakonisht është një fenomen që paraqitet jo vetëm në Mavrov, po edhe qendrat e skimit austriake, italiane, Alpes dhe kështu me radhë kemi pas ngjecjen e borës. Edhe kjo ka qenë problemi numër 1, po gjithsesi ne edhe me 2 ditë skim jemi të kënaqur, edhe pse pak u vonua, po ja që na erdhi bora, tash i kemi kushtet plot të mira. Dhe kjo është, për momentin gjithçka shkon në rregull. Ka turist momentalisht edhe pse nuk është ditë fundjavë, është ditë pune? Kemi vizitor, kemi turista, kemi edhe normal, si zakonisht gërkojnë kushte të mira, dita e parë kishim pak erë të jugut, po edhe ajo nuk i pengoj skiatorët, kanë qenë me numër të madh. Sot, dje dhe sot, me qenë se jemi në ditën e tretë, sot janë kushtet jashtëzakonisht të mira, edhe shpresojmë për një sezon të begatshme dhe të kemi të paktën një periudhë kohore pak më të gjatë. Po, ka ndonjë rësi si vjet nga Mavrova, profesor, ndonjë ndryshim ose është e njëjtë si vitin e kaluar? Po, nuk do kisha thënë, nuk ngjej diçka të re, përveç se janë ndryshuar, domethënë, pronarët e qendrës skimit, diçka lart nuk është investuar, nuk është në dukje, me shpresë që në të ardhmen do të ndërtohet, do të bëhet diçka më tepër për qendrën e skimit. Përndryshe janë bërë do reparime, domethënë për sigurinë e skiatorëve. Kjo është, po diçka që ne e shohim me syrin, nuk e shohim. Ne i kemi momentalisht pamjet që po i shohim me dron, bukuritë natyrore të Mavrovës, të zbardhuara krejtësisht, shpresoj që njëjtë jetë bora, sepse para 2-3 ditë janë të ingjizuara këto nga Vigan Idrizi, të cilin e falenderojmë jashtëzakonisht shumë që është përkujdesur të na sjellë dhe të na siguroj këto pamje. Ndërkohë, për gjithë ata që nuk kanë qenë në Mavrov, është mirë ta vizitojnë, sepse vërtet është një pamje mahnice me borën dhe me liçenin pranë kuptohet, e sidomos lartë për gjithë ata që skijojnë. Po, më thuaj, profesor, interesimi për regjistrime, si ishte si vjet? Ka filluar puna me ty, me fëmijët dhe me adoleshentet? Po, kam filluar punët, grupë moshat janë të ndryshme, domethënë që ditës parë, jam i lumtur për këtë, që ditës parë filluam me orët, me qenë se kemi pas dhe rezervime para kësaj date, po nuk e kishim borën, po ne jemi të lumtur, gjithçka shkon në rregull, kemi filluar më punë, kushtet na lejojnë, edhe gjithçka shkon në rutinë normale, me qenë se i kemi kaluar disa vite. Edhe kjo vetëm na plotson. Si vjet kryesisht nga i ke ata që duan të mësojnë skimin? Klientët? Edhe një Aida. Si vjet nga cilat vende i ke kryesisht klientët? Kryesisht dallojnë domethënë. Sot kam kandidat nga Shkupi, që kisha nga Kosova dhe kështu me radhë. Kemi do termine domethënë, edhe nga Tirana kemi misafir. Dallojnë. Mirë, tani me qenë se janë edhe pushimet e fëmijëve, shpresoj që me shumë vullnet dhe me profesionalizëm, si gjithmonë je për të mësuar më të mirën tek fëmijët. Pastaj kur fillojnë edhe orët mësimore në shkollë, sepse ju jeni edhe profesor
në Gostivar, ndoshta do e keni pak më të vështirë për të ndarë atë kohën ideale për qenë edhe lartë në Mavrov, por edhe me fëmijët. Sido që tjetë vullneti unë e di që nuk ju humbë. Ashtu e si e ta edhe vetë, vullneti nuk humbën kur e bën një punë me dashuri dhe e ke pasion, gjithë çka mund të menaxhohet. Të paktën edhe 3 orë në ditë ja vlen të vije deri në mal, ta krysh obligimin ndaj atyre që u ke premtuar dhe kthehesh prapë. Edhe për neve nga Shkupi pastaj ja vlen, sepse shumë afër e kemi Mavrovën. Afër është, definitivisht. Tani pak lehtësi është edhe për vizitorët që na vinë nga Shqipëria, me qenë se përdorin rrugën e Arvit. Dikun nga Tirana, 1 orë 20 minuta i kemi në qendër të skijimit dhe deri tash ka përshtypje të mira edhe ajo pak ka lehtësuar rrugën për deri në qendër të skijimit. Qartë. Okej, profesor, unë pa të marrë shumë kohë, sepse e di që ti fillon tani me kandidatët, orët e skijimit dhe je i angazhuar, por të falemnderoj shumë publikisht që u bëre pjesë emisionit Ritmi Ditës dhe ndave këto informacionet të nevojshme që i kishim për Mavrovën. Ju falenderit edhe ju Vaide, për kohën që ndajtot për mua, ju përshëndes një ditë të mbarë, të begatshme dhe uroj një sezon pak më të gjatë për ato që duan skimin. Urojmë. Me që filloj me vonis, bile të ketë edhe shtesë mbora. Do kem. Faleminderit, shumë faleminderit, profesor, ditë të mbarë. Faleminderit dhe juve, ditë të mbarë. Mirupafshim. Ishte profesori i skijimit, instruktori i skijimit Adrian Abazi, i cili ndau informacionet nga sezoni i skijimit 2026 në Mavrov, edhe pse me pamundësi që të komunikojmë live duke e para atë, por në një linjë telefonike mjaftoi që na tregoj se si është sezoni si vjet, pa ndonjë ndryshim konkret, por me bukurinë që e ka Mavrova çdo herë, sidomos në ditët kur ka edhe borë. Për gjithë ata që skijojnë, tani e kanë mundësinë edhe disa ditë fëmijët sa janë në pushime për ta vizituar këtë vend magjik, unë e quaj çdo herë, për pushime dimrore. Mavrova ka një bukuri të veçantë për gjithë ata që e kanë vizituar dhe bile e kanë provuar edhe skijimin atje. Është mirë që para se të fillojnë fëmijët ta kryen këtë obligim, flas obligim nga ato që çdo herë shkojnë në pushime dimrore dhe skijojnë. E për ju që nuk skijoni, mjafton të pijet një kafe apo të hahet një drekë atje dhe të shijojnë këto pamje magjike.